e të rëshenjta ime, të lutem, dëbu nga shpirti im çdo mendim krenarie, ndriço errësirën e shpirtit tim, që të shoh kush jam vërtet, që të shoh se jam i fundit i njerëzve. Të mos krenohem kur më lavdërojnë, të mos mërziten kur më shajmë, kur më akuzojnë dhe kur shpifin për mua. Ti e di që për dashurinë e Krishtit i ndihmoj njerëzit. Më ndihmo o zonja ime, të jem pranë vëllezërve të mi, pranë njerëzve, pranë të vegjëlve, të dobtëve dhe të persekutuarve. Dhe më bëj të jem poshtë tyre, më i vogli, ti që linde Krishtin, shpëtimtarin e botës dhe nuk u mburre kur. Largo për meje çdo mendim krenarie, egoizmi, arrogance. Më ndihmo që çfarëdo që të bëj, ta bëj me një zemër të pastër, për të afërmit, për njerëzit. Më ndihmo të ndjej që jam i fundit dhe ndriçom si të sillem me fëmijët e tim që mi dërgoj këtu hiryt. Më ndriço se si ti trajtoj, më ndriço se si ti letësoj dhimbjet dhe plagët e tyre. Amin.